Jemi pa kilometra larg nga qyteti i Kukësit, aty ku ndodhet fshati Nang. Kemi ardhur këtu për të dëgjuar nga afër shqetësimin e drejtës zotit Isagashi që lidhet me një faturë maramëndse të energjisë elektrike, që ka vlerën prej më shumë se 40 milion lekësh. Dhe pse ai nuk banon në këtë fshat që prej vitit 2008 detyrohet të paguajë këtë shumë. Kum thjesht stopin për arsye të faturave të energjisë elektrike, që mi kanë autorizuar në mërtim. Unë për arsye se unë nuk kam as një kontrat me OSHE-n, ka disa mu që mi kanë kalu gjithë një kontrat, gjithë në emrin tim. Kjo është banesa juaj, zotri, kjo këtu? Po, kjo banesa ime. Përballë ose përkar kemi banesën e vllajta? Po. Dhe po përballë? Po, jemi tre vëllezër. Këto, po. Afrohemi pak, shkojmë pak tek Matësit. Pra, si qëndron problemi? Problemi qëndron se ky sa ka qenë në emër të ndjerit babit tim. I cili kur ka ndrorje? Në 2008, në mars. Unë kum qenë i dorë nga familja para 2008-s. Faturat kanë ardhur deri në 2014 në emrin të ndjerit Besim Gashi. Besim Gashi ka qenë baba juaj pra. Në 2014 kanë filluar të ardhë me emrin Isa Besim Gashi. Emrin tuaj? Jo, vetëm kanë shkruar para pashtesën Isa para emrit të babait. Ka 2 muaj, 3 muaj që kanë kthy tani në emër tim krejt. Isa Gashi vën faturat gjithë. Ke dhënë ti pëlqimin tënd? Ja, s'kom qenë këto mbledha përkundazi ku i kanë lidh. Familjarë më kanë njoftuar se po lidhin sahatën e vjetët të shpere. I kum thirrë në telefon, i kum thënë që mos mi lidh. Nuk kanë një gjurë, kanë lidhën, kum qenë jashtë jetë ma shumë jetë jashtë sa këto. Pra bëhet fjalë gjithmonë për të Matësin këtu? Po, e tash ma kanë lidhë, ma kanë nxjerrë mua. Shtëpia vjetër ka qenë atje? Po, shtëpia vjetër ka qenë. Dhe e shikoj të rikonstruktuar aktualisht? Ka qenë shtëpia ku ka banuar babai, keni banuar ju kur keni qenë më i ri, apo jo? Unë nga 2007 deri në 2015 kum jetuar me Qiran Kukës, kum qenë ndorë nga familja, pastaj në Kurbet, tani më dalë që më kanë ardhur gjithë faturat në emër tim, rreth 20 milion lekë. Është një transferim në fakt. Detyrime që ka pasur babai i ndjer, ai ka pasur një kontratë me OSHE-n, por që është ndarë nga jeta në vitin 2007, i kanë kaluar djalit më të madh që është zoti Isa. Zotëri, shtëpinë ju e keni ndërtuar në vitin 2022 dhe është kjo shtëpi shumë e bukur në fakt. Po, e kam ndërtuar në 2022 që kum përfunduar ku ma legalizimin. Jam paraqit pranë OSHE-s për t'i kërkuar për me lidh kontratën e re. Më ka thonë më duhen dokumentat e shtëpisë, ja kum qiu. Ka pyet që kemi me Isa Gashi, je në rregull. Pastaj mas do kush kum thirrë, nuk lejohet për arsye se del Isa Besim Gashi që janë debitor. Qeni ju? Po. Ajo kontratë ekziston që nga 2007, unë jam drejtuar edhe gjykatës. Se kjo këtu ka qenë 2018, këtu ka qenë baqe, që kena pa mjedh domate. Këtu ka qenë baqe, si ka mundësi se kjo kontratë që në 2007 kanë në debitoron ku kjo shtëpia bon 2022. Në drejtuar gjykatës Kukësit. Gjykata Kukësit se ka marrë parasysh fare. Është ankimuar? Vendimi, ka një vendim të gjykatës, Po, kum hedh në apel. Po çfarë nuk mori parasysh të gjykata? Atë se di se s'kum qenë a marrë avokati. Keni pajtuar një avokat, ndërkohë? Se kum qenë jashtë shtetit, a marrë avokati. Më ka thonë vetëm se më ka thonë e kum ankimu në apel. Është shumë e rëndësishme të theksohet fakti që ju vetë nuk keni dhënë një leje, për nuk keni nënshkruar një kontratë. Nuk kum shkruar asnjë kontratë as firmë as gjë. Edhe dhënat e mia mi kanë marrë te gjykata, ne ma kanë kaluar në mërtim se dhënat mia s'kan pas se ku më marr. Edhe mi kanë marrë te gjykata dhe ma kanë kaluar krejt në mërtim tani. Jeni ankuar vetëm tek OSHE në Kukës, nuk e keni çuar më lart tek drejtoria e përgjithshme ankesës? Nuk keni interesuar më lart? Nuk kemi interesuar për arsye se s'kum ne këto s'kum pa mundësi. Kemi ardhur këtu pranë operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike Dega Kukës për të pyetur lidhur me këtë situatë. Ka një kërkesë të bërë nga zotëria me shkrim për ndonjë lidhje kontrate ose transferim të detyrimeve, ekziston gjurma apo jo? Nuk është e mjaftueshme pra, nuk mund të jap një përgjigje, ekspert nuk është se ju nuk mund të jap një përgjigje gjysmake. Jo, përsëris edhe një herë pyetjen, ka ndonjë kërkesë me shkrim ose ndonjë firmë të nënshkruar nga zotëria me aq sa ju pa deri tani? Duhet të kryejmë verifikim. Mua më duhet e shkruara, e zeza mbi të parë. Ku është firma? Pëlqimi, a është kështu parimisht ligjërisht apo jo? Më fal pak, dy sekondë të japë pyetjen kështu. E zëm se nuk është ky, nuk jam unë këtu, është një X qytetar. Nëse një X qytetar do të bëj transferim të detyrimeve,
më të gjatë 2 sekonda, transferim, ose të bëj një kontratë të re të furnizimit me energji elektrike. Duhet ta jap miratimin gojarisht? Po apo jo? Po apo jo? Me shkrim. Bravo, është me shkrim. Si keni marrë lek vllajtem që tonë, mi hap kontratë 5 vjetë, në këtë vjetë ma keni kalu mua. Arjet Bogdani ka marrë lek, që dhe emrin po ta kallzoj. Gjatë bisedimit që patëm me punojësin aty, në mungesë të drejtorit në fakt, ju përmendët diçka shumë të rëndësishme që duhet mbani përgjegjësi për këtë gjë apo jo. Keni shprehur se janë marrë para në mënyrë të padrejtë nga punonjës të OSHE-s dhe konkretisht nga drejtori i shitjes apo jo, i cili quhet Arjet Bogdani ka hap kontratë. Ka hap kontratë të shtëpia e vjetë, ka hap kontratë 3, kontratën e vjetër ma ka kaluar mua. Dhe thoni që është paguar. Po, a paguar 300.000 lekë ka marrë, se ban kontrata, ka shka 300.000 lekë. Kush e ka dhënë këtë punë? Vullaj, i vogël që anë më i ka thonë që sa të ban kontrata, ka thonë 300.000 lekë, ka hap kontratë 3 në emër të vllajtim. Këtë kontratën e vjetër ma ka kaluar mua. Duke qenë se denoncuesi Ynë Zoti Sagashi na ka thënë se asnjëherë nuk ka nënshkruar me dorën e vet, këtë hedhur qoftë një firmë me dorën e vet për transferimin e detyrimeve nga babai i tij tek ai ose për të lidhur një kontratë të re. Ne jemi interesuar pranë operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike duke ju drejtuar këtij fundit me një kërkesë zyrtare për informacion, pre nga presim një përgjigje.